Përgjigja është Ose më saktë çfarë zbëri prokuroria 21 janar? Prokuroria e përgjithshme duhet regjistronte çështje penale, procedim penal prokurorinë e përgjithshme, se në kohën që ka qenë në bazë të 141 të Kushtetutës, kompetente për tetuar zyrtarët e lartë ka qenë prokuroria e përgjithshme. Me ndryshimet e fundit që u bën ndryshimet kushtetuese, sot i ka SPAK-u. Është njësoj sikur SPAK-u sot mos bëj detyrën, ti çoj zyrtarët e vet, ti çojnë prokurit rrethave. Dosja e latë, pse nuk është marrë përsipër, është detyrë që ta sqaroj Ina Rama. Megjithatë, edhe SPAK-u bëri të njëjtën gjë me dosjen e 20 janarit për disa vite rresh me prokurorin e përgjithshëm. Luti atë ping-pongun që jo më takon mua, jo takon mua etj. Pra, okay, mund bëjmë analizë procedurale, SPAK-u thotë po jo, po unë nuk kisha hetim ose faktet mjaftueshme për të hapur hetim për zinxhirin e komandës. Këto vrasje duhet të jetonte prokuroria e përgjithshme, se s'lidhen direkt me mua. Pra, pse gjithë kjo lojë? Pse unë kam i përgjigje me thonë vërtetë? Që është emri Sali Berisha, se këta prokurorët i frikson, i komplekson. Po nuk e di, ndoshta jam dhe emocional. Se ke 20 janar unë jam shumë subjektiv me thonë vërtetë. Procedura ligjore këto, të cilat ndoshta unë edhe mund mos jem shumë i saktë, përveç profesionin që kam. Por një gjë është e vërtetë që nëse të gjejmë me vëmendje sot Berishën thonte hapja 20 janarit është çështje politike e bërë nga pushteti për të mbuluar aferat e veta, sepse 20 janari është çështje e gjykuar. Edhe Kukësmorina në një moment quhej gjë çështje e cila ishte futur në procedurë dhe përfundimisht për efekte të shkeljes së afateve kohore quhet e zauruar. Dhe që ajo të kalojë në gjykim në SPAK, së pari duhet të rihapet dhe së dyti duhet të plotësojë ato vepra penale të cilat janë jurisdiksionin e SPAK-ut. Vim të 20 janari sepse avokati mund ta di më mirë, janë bërë disa përpjekje që kanë qenë dhe zyrtare që çështjen ta mirëte në shqyrtim SPAK-u. Ka kërkesa nga familjarët e Ales Nikës, ka kërkesa nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, ka kërkesa nga kryeministria, ka kërkesa nga ministri i drejtësisë së kohës, zyrtarisht gjitha këto. Ministri Brendshëm edhe Sajmitari. Dhe në të gjitha rastet është thënë që çështja është e gjykuar. E reja pse e mori SPAK-u lidhet me një fakt që u rikualifikua vepra penale dhe rikualifikimi i veprës penale i pranuar në gjykatën e Strasburgut dhe i detyruar në sistemin tonë të drejtësisë, i detyruar në bazë konventave, e rikualifikoi veprën penale, duke rikualifikuar çështja fillon nga fillimi tani. Dhe në ato veprat e rikualifikimit, që janë vrasja e cilësuar, e kryen bashkëpunim, shpërdorimi i detyrës e kryen bashkëpunim, bashkëpunimi për zhdukur provat, kryen bashkëpunim, të gjitha këto janë vepra që tashmë i ka SPAK-u, nuk i ka më gjykata e jurisdiksionit të përgjithshëm. Dhe jo pa qëllim themi që gjithë dosjet që ishte në gjykatë e jurisdiksionit të përgjithshëm kaloi tani në SPAK dhe SPAK-u e fillon çdo gjë nga zero për hir të veprave penale. Kështu që gjithë veprimi i SPAK-u deri tani ka qenë për hir të vërtetës i penguar nga fakti që çështja ka qenë e gjykuar dhe për hir të vërtetës duhet ta themi këtë. Pavarësisht vetëm për hir të vërtetës duhet të themi edhe një gjë tjetër. Ka diçka që ja, vetëm një sekondë, avokati pastaj. Për duhet të thënë një gjë tjetër. Kjo puna e rikualifikimit të çështës penale ha diskutim. Pse? Sepse ju e dini shumë mirë që ka një vendim gjykatës kushtetuese e cila lejoi rihapjen e hetimeve për Fatmir Medion. Që dhe ajo ishte ka përcyer afatet kohore. Pra kur erdhi puna tek Fatmir Mediu, tek çështja e Gërdesit, hetimet u rihapën. Kur erdhi puna te rruga Durrës Kukës, to nuk hapen. Kur erdhi puna tek një 20 janari, tek këtu nuk rihapen. Pra e themi që këtu ka dy standarde e ben ka. Tani arsyet pse përdoren këto dy standarde unë nuk e di me thonë vërtet. Edhe Gërdeci është rikthyer në shqyrtim në Shqipëri nga gjykata e Strasburgut që dish. Pra dy çështje që ka kthyer gjykata e Strasburgu janë futur në procese të reja. Po, ndërkohë kishte një vendim gjykatës që mbyllte këtë. Ndërkohë dhe ajo u riha prapë. Për Kukësmorin ka një parim në jurisprudencë që nëse dalin fakte të reja, çështja mund të rihapet, mund të flasim më mirë. Jo, nuk e kam të ajo, e kam më tepër pse një çështje hapet, pse një çështje nuk hapet. Nuk ka patur kërkesë insistuese nga ana e palëve për rihapjen e çështjes. Qoftë në gjykimin e Gërdesit, qoftë gjykimin ka patur familjarët të cilët nuk u shkëputën dhe ajo që duhet falenderohen këta njerëz jo thjesht se po kërkojnë drejtë e vet, po që rikthyen sistemin e drejtësisë
Këmbgulja e Zamira Durtës në binarët dhe e të vërtetës familjes Nika, dhe po. goditjes të atyre vepra penale të cilat kanë për të mbetur si faqja më e errët e historisë së Shqipërisë, e pa penalizuar deri më sot. Kjo është merita më e madhe dhe e familjarëve të Anës Nikës dhe e familjarëve të familjes Durda. Kështu që në këtë rast, këta njerëz, këto familje, ne duhet t'i vlerësojmë në kuptimin edhe të moralitetit, por edhe të procesit demokratik në Shqipëri dhe natyrisht jo vetëm duhet vlerësojmë në kuptimin moral, por edhe të kemi në konsiderat edhe vlerësime tjera të cilat janë të domosdoshme. Vetëm një diçka as 30 sekonda. Të edhe të çështja Durrës Kukës kanë qenë 2 prokurorë në fillim. Ka qenë, nuk po i përmene një prokuror, po ka qenë dhe prokurori Xhevat Hana, ndjes pas, se dhe i ka ndruar jetë. Dhe ky prokuror, atëherë të çështja Durrës Kukës është zëvendësuar nga Ina Rama, shtu te krimet të rënda. Pra ka qenë prokuror çështje, pak a shumë e njëjta gjë ka ndodhur. Dhe është nga prokuroria e përgjithshme ka shku te krimet të rënda. Dhe ngeli çështje me një prokuror. Kaq, falë. Jo, edhe një... Më falë, edhe im ka marrë mua. Po pra, se edhe tim ke marrë mua atëre në tavolinë, por edhe im ka marrë në tavolinë. Pra të dy këta njerëz, pra të dy këta prokurorë, guximshit që është punë çështje deri në fund, ata dim. Kaloi çështja nga prokuroria e Tiranës. Kaloi me vlerësim të qartë fare, vjedhje. Nivelet e larta pasaj, kur kaloi tek prokuroria e përgjithshme dhe mirëposaçme tek Ina, e cila është skenarizuesja dhe që atëherë unë kam penalizuar, jo tani. Tani, po dhe një dëshmimtar që është brenda, po unë isha në distancë dhe përri thoja procedura e përdorur, që është purit në kalendra, një çështje që ishte vjedhje shekullit dhe vazhdon dhe sot e kësaj dite që qytetari shqiptar të paguajë atë vjedhje dhe sot e kësaj dite, sepse janë borxhet, janë kredit, janë interesat që paguhen tani. Nuk i thuhet të vërtetë qytetarit për të kuptuar cili është dëmi që ka sjell ai investim që i madh me përmasa 1.4 miliard ka arritur deri tani. Por sot qytetarët shqiptar në mënyrë të kamufluar nëpërmjet pagesës së borxhit po paguan kredinë e rrugës Kombit. Po avokat? Po. Para se të vazhdoj atë një pyetje të vogël, se sot të duam të kuptojmë pse prokuroria nuk pati këllësje deri tani ta hetonte këtë çështje dhe sigurisht çfarë ka ndryshuar, se dita e sotme tregon që prokuroria ka një ndryshim radikal qëndrimit të saj. Po, këtë do ta them, po një pyetje të vogël do t'i vet drejt për drejt prokurorit. Sepse ke qenë pjesë e hetimit. Kur u bë këqyrja e kufomave, a janë gjetur plumba atje kur u bë këqyrja e kufomave dhe që u bë autopsia e tyre e tjera? Po, janë gjetur preda, ka qenë prokurori Adriatik Cama, i cili ka marrë pjesë. Po predat janë dalë, një predë, do më thonë t'jem i sakt, po predat e gjetur tek Ziver Veizi, dhe predat tjetër ka qenë tek ai Fjeraku, nga Fjeri si e kishte. Mirë po. Të Fjeraku. Jo të gjinë, se te nga Fjeri, tek qytetari, te Faik Myrtaj. Janë gjetur, këto preda janë gjetur tek Alex Nika, sepse për shkak që ishte gjallë, dhe familjarët me shpresë që mos bëjë më mirë çu në Turqi, dhe kishte predën, nuk ishte predën. Dhe ku erdhin nga Turqia, me predën nga Turqia. Pra, këtu do ta vazhdoj. Falë, edhe diçka, t'jem korrekt se du me qenë korrekt se ka diçka sokol, pavarësisht është çështje. Pavarësisht është çështje është me sensitivitet, me ndjesi për publikun, du me qenë korrekt dhe me viktimat, se kam qenë prokurori çështjes 20 ditë. Prandaj du me qenë fare i qartë, më kupton drejt. Domethënë, edhe te çështja prokurori ka qëndruar në vendngjarje. Jo, nuk po e them për lavdrim, punën më të vështirë ka pas prokurori Adriatik Cama, që ka nejtë, sepse marrja pjesë në autopsi është shumë e rëndë për një jurist. Pra të marrësh pjesë se pritet. Keni parasysh, ka mjetet, çekiç, gjëra që ka eksperti mjeko ligjor, dhe ka bërë një punë. Dhe aty Lulzim Basha, po të keni parasysh, doli dhe tha, prokurorët i futën predat në xhepa. Nuk është e vërtet. Prokurori Adriatik Cama ka respektuar kodin e procedurës penale dhe predat... Se e ka thënë dhe këtë lumë? E ka thënë, duhet të shofës të arkivat e zë, i futën predat në xhepa. Nga e ditë që i futën predat në xhepa. Se s'futet predat në xhepa. Preda është marrë si mas rregullave. Prokuror, ka një gjë këtu, që me të vërtet u bë autopsia, edhe juve drejtuat dhe pyetje ekspertve, po ju muart përgjigje prej tyre që nuk ishin profesionale, që ishin të falsifikuara. Dhe kur erdhi problemi, ju nuk i vut ata para përgjegjësisë penale, që ti merrnit për ekspertim të rrem. Sepse ata juve u nxorën konkluzionin që qitja është nga afër. Në një kohë që qitja nuk ishte nga afër. Edhe kur erdhi problemi, juve i mbyllët syt. Jo juve se s'ishte më ky. Nuk ishte. Jo, prokurorët e mund. Tani për të vazhduar më tej.
për të vazhduar më tej. Këtu, sa për ilustrim në ndjesë, se s'tash... Po, për pyetjen që bët juve. Tani, problemi është, me të vërtet, është ashtu, si që tha edhe Meqja këtu, që familjarët e Alex Nikës, posaçërisht, por edhe të Ziver, edhe të Hekuran Dedës, ata kanë qenë konsekuent në kërkimet e tyre për ta çuar, domethënë, për të dhënë drejtësi. Dakor, pyetja është pse nuk kishte prokuroria, pse nuk kishte dhe pse se këtu është pyetja avokat. Pra, deri tani edhe nga të rrëfimet e Ervinit dhe të Meqës, kuptohet që mos themi që kanë qenë përgjegjës, po kanë qenë papërgjegjshmërisht të sjellshëm ato gjatë gjithë këtyre viteve, pasi nuk arritën dot qoftë edhe Ervini është prokuror, ju jeni avokat, Meqja besoj që nga jeta është bërë ekspert. Pra ti kur gjen një gëzhoj të shtypur, sa gjasa ka që është gëzhoja e Alex Nikës? Predha. Sa gjasa ka që ajo predha të shtypet në atë farë që ne kemi parë në fotografi, se e kemi parë. Si mundet që kocka e njeriut, që kafka e njeriut, pavarësisht se pjesa e kafkës është pjesa më e fortë e trupit njeriut. Dihet. Dhe dihet se është ndërtuar trupi njeriut për të mbrojtur organin delikat trurit. Por si ka mundësi që ajo gëzhoj, ajo predh, aq e shtypur që një prokuror nuk e thot dot që kjo predh spaku nuk është shtypur dot nga kafka e Alex Nikës. Kjo predh është shtypur nga një element tjetër. Nuk e dim çfarë është, nuk e gjejmë dot çfarë. Prandaj po themi që organi akuzës në rastin konkret edhe që organi akuzës e tregon fakti që nxjerr 6 urdhër arresti, ja miraton gjykata me vendim gjyqësor të formës prerë, dhe ajo nuk vetë ti ekzekutoj ato vendime, pse? Se e pengon kryeministri vendit, i morin mbrojtje, i futin në këshillin e ministrave atje në zyrën e vet, edhe i mbante atje peng, i ushqente i bende e tjera, dhe ajo nuk mori guximin që të vinte të thoshte prokurori i përgjithshëm do ta bënte këtë gjë, pse se ajo e kish faktikisht edhe në kompetencë marrjen përgjegjësi penale të kryeministrit apo të ministrit e tjera, se atëre kështu ishte me ligj, domethënë me kushtetut, nuk kishte SPAK, dhe SPAK atëre ishte prokuroria e përgjithshme. Dhe ajo duhet i vinte, domethënë kryeministrit i thoshte, o dorëzomi, domethënë për një orë në të kundërtën do të marr ty të pandehur, dhe ajo duhet ta merrte të pandehur atë për fshehjet gjurmës krimit, për mos ekzekutim të një vendimi penal, për shpërdorim detyre, edhe duhet fillonte me një procedimi penal për kryeministrin. Ajo një gjë të tillë nuk e bëri. Po vazhdoj këtu pyetjen. Atëherë le ta lëm të shkuarën. Po, pyetja ime është, a do ketë guxim SPAK-u ta marrë të pandehur Sali Berisha? Pikërisht. Pra, tani pse SPAK-u u detyrua që ta merrte, edhe çfarë e detyroi, domethënë SPAK-u tani që që filloi çështjen penale, edhe mori të regjistruar. Të mos harrojmë që çështja penale përsëri ata kanë, domethënë e kanë akoma në konceptin e tyre SPAK-u edhe sot, që kjo çështje për një pjesë është e gjykuar. Dhe në rastin konkret ata nuk po hetojnë as për Ziver Vehizin edhe as për Faik Myrtën, nuk po hetojnë. Ata tani për çfarë po hetojnë? Po hetojnë, jo. Këto normalisht duhet hetojnë. Ja çfarë po hetojnë. Ata tani për të hetuar po hetojnë vetëm Alex Nikën, e cila nuk është zbuluar kush e vrau, dhe ajo gëzhoj, ai plumb në cila armë erdhi, dhe e dyta, ata po hetojnë Hekuran Dedën. Kush e vrau Hekuran Dedën? Sepse e gjetën plumi, po s'kan gjetur akoma armë. Po vazhduan te kjo linja, s'kemi gjë të... Jo. SPAK-u themu çfarë bëri, pse ju fut kësaj pune dhe nuk e konsideroi si gjë gjykuar. Se tha gjë gjykuar janë ata dy, kur e filloi flas gjithmonë. Kurse tani SPAK i ka bërë të gjitha llojet e hetimeve, sepse e detyroi kolegji penal i gjykatës lartë, kolegji penal i gjykatës lartë çështjen për shqyrtim e ka marrë para se të merresh vendimi i gjykatës së Strasburgut. U hodh shorti, i ra, domethënë gjyqtarit atje Sokol Binaj, dhe Sokol Binaj nuk dinte se çdo vendoste Strasburgu, e kishte marrë, domethënë dosjen që e çuam neve, sepse nuk na pranoi SPAK, ja çuam gjykatës shkallës parë. Nuk na i pranoi gjykatës shkallës parë ankimin, ja çuam apelit.
apeli tha s'keni drejta s'bën ankim fare na tha neve. Se unë isha avokati, s'ma pranoj ankimin. Unë ja qova kolegjit penal gjykatës lartë, rekursin. E thash që kam drejta bej, leta vendosi gjykatë e lartë i të tillë. Gjykatë e lartë e mori dhe në momenti që gjykatë e lartë do kalonte çështjen për gjykim dhe e kaloi çështjen për gjykim, ne atëre na erdhi vendimi i gjykatës Strasburgut, se u gjykua çështja në Strasburg. Dhe atë vendim të gjykatës Strasburgut me një shkresë përcjellse, unë e kam dërguar kolegjit penale i thash përveç çau kemi thënë dhe që ju keni caktuar dhe datën për gjykim, po u japim edhe vendimin e Strasburgut, urdhëror çfarë thot Strasburgu dhe Strasburgu i vinte vulën të gjitha gjerave dhe Strasburgu dhe kolegji penal i gjykatës lartë tashme nuk i thonë Spakut që heto vetëm për Ziver, për Hekuran Dedën edhe për Alex Nikën, po i thotë kush është zinxhiri komandues që ka përgjegjësi dhe që janë bashkëpunëtor në këtë vrasje. Kush është i gjithë ky zinxhir? Është vrasje shtetërore? Kush e bën vrasjen shtetërore? Dhe në këtë aspekt, Sali Berisha do merret patjetër i pandehur për këtë vepër penale që ka kryer, vrasje të cilësuara. Lulzim Basha do merret i pandehur për këtë vepër penale. Në rast se ai do arri t'ia provoj Spakut që nuk ka lidhje, domethënë me urdhërdhënien, që jashtë vullnetit të tij, jashtë detyrës së tij si ministër, duke qenë ai pasur dieni. Po s'ka patur dieni. S'ka patur dieni. Po dieni do të thotë që në momentin ai është ministri i brendshëm. Që s'ka pas dieni. Dhe në momentin ne kemi panë majt kryeministrisë. Po dakord jam, po kur filluan që u bën vrasjet dhe filluan që të qellojnë, domethënë të shënjestrojnë protestuesit, në atë kohë ai kishte pak kohë, thonë që ka ikur fare dhe nga kryeministria. Po mu më ka thonë që ka pas në zyrë, po pikërisht, prandaj po them, elementet e veprës penale të bashkëpunimit të gjithëve këtyre edhe të Lulzim Bashës, ato do shikohen tani. Të Sali Berishës, elementet e bashkëpunimit janë të hapura, nuk ka nevojë për prova. Pse? Se të gjitha veprimet e tija, të gjitha veprimet janë drejt asaj që është bashkëpunëtor në kryerin e këtyre vrasjeve. Pse? Sepse në rast se ti nuk e dorë që të vrasësh, nuk ishe pse krijon një alibin e çadrave pistolet e qëllimit nga afër e tjera. Në rast se ti nuk ishe gisht në këtë punë, shumë thanë mjekët ta. Në rast se ti nuk ishe gisht në këtë punë, në rast se ti nuk ishe gisht në këtë punë, ata mjek që të bën tyja këtë aktin e ekspertimit të falsifikuar edhe të rrem dhe që janë përgjegjësi penale për të dënuar, ti njeri nuk e çonje për kryetar bashkien Kuks, e tjetri nuk e bën një deputet. S'kishi lidhje ata me politikën tënde. Pse i morët këta i futen gjirin tënd? Edhe u dhep, domethënë, i shpërbleve në këtë mënyrë. Në rast se ti nuk e gish në këtë punë, atëre ti theqi serverat edhe kamerat, hajde ti merrni edhe kështu u thanë prokurorëve. Këta sa dërguan shkresën, mund ta konfirmoj këtu zoti Karanxha këtë gjë, u tha me përgjigje, hajde merrni të nesërmen. Kur vajtën këta, nuk gjetën gjë, i kishte zhdukur ai. Ajo që më bëri përshtypje sot, deklarata e zotit Berisha kur tha nuk ka pas serba kryeministria, ndoshta ka pas gardë. Po ai u tha këtyre hajde merrni më. U ka thënë prokurorëve zyrtarisht thonë që serverat ka qenë kamerë. Edhe kamerat e gjitha. Serverat kemi parasysh se atëherë 2011 se sot shkenca ka ecur mbajnë më shumë. Por aty ka qenë kamera më sipër të grupit zjarrit, po të kesh parasysh ka qenë serb ajo. Kjo ka qenë formatuar, pra kur u mor serve u sekuestru kishte marru filmin. Serve kishte pra. Po, serve kishte. Ideja është e tillë, thotë që kjo ishte në territorin e Kosovës. Mund të lexojë edhe neni 9 ligjit për gardën. Flas domethënë në lidhje me atë, neni 9 i ligjit për gardën, thotë komandanti i gardës ka autoritetin e plot të drejtimit të kontrollit të gjithë veprimtarisë së gardës. Ai është përgjegjës para ministrit të brendshëm për përgatitjen dhe gatishmërinë e efektive të gardës së Republikës për realizimin e qëllimeve të misionit saj. Pra ky nen është formal kuptimin e saj, pra
Ka i farë lidhje. Pra Ka një farë lidhje në qofse dhënien e ke qenë në komandës. vëngjarje, tash duhet të tregosh se ke ushtruar këtë kompetencë, sepse është kompetencë formale ta tregon ligji. Qofse se ke Po ushtruar, komandanti i gardës vajti e thirrën në zyrat atë mirë, kryeministrit. kompetenca- Edhe vajti në zyrën e kryeministrit. kompetenca formale- Ai vajti aty se ju e keni parë dhe vetë, e keni hyrur edhe vetë personalisht juve komandantin e gardës. Ai kur vajti tek zyra e kryeministrit, para se të vriteshin protestuesit, që mbaroi protesta edhe po ikrin e gjithë për shtëpiat tona, ai u fut normal. Shiko si doli ai që andeja. Me pistoletin që kishë jamuarën, pistoletin e qarmatosën dhe ja dhanë goditjen mu këtu, e bën ple. Edhe pastaj vajti ai edhe beri atë, ata që beri, aty e mori urdhrin ai në zyrën e kryeministrit. Kush e beri kështu atë? Kështu u fut ai në zyrën e kryeministrit, merr shiko, jo të lutem se di. shoh po e di se kompaktin e ekspertimit e di. Po jo vërdo, S'është me atëre, akte- kush e beri kështu? Është me akte Kush e beri kështu? Meçe, Pra, kjo Avokat, është situata. Zonë nga shkallë. Ha? Pa dashje, po. Nuk e dim, duhet ndërhyj tani në këtë moment që të saksoj diçka. Qofse të shohësh kualifikimin e veprave, janë 3 vepra penale të cilët nuk e shohin ngjarjen si një vrasje nga një person ose nga 2 persona, si një ngjarje urdhëruar nga dikush, po e shohin në tërësinë e saj, që do të thotë që nga momenti i skenarizimit të ngjarjes dhe ka protagonistët me radhë që ai thot në bashkëpunim, sepse fjala vjen, gardistët që luan dhe vranë. Po çka lidhje me shpërdorimin e detyrës ata? Po çka lidhje me tentativën për fshehur provat? Dhe shohim kush ishte grupi që tentoi të fshihte provat, dhe këta nuk ka nevojë sot të lodhe shumë, sepse ju jepni një sekuencë atje ku kryeministri së bashkëministri i rendit janë tulur një tavolinë përballë gardës. Dhe unë them, mjafton të zbardhësh gjithë bisedën që është bërë aty, mjafton të dalësh cilat janë udhëzimet që Berisha dhe ato absolutisht i japin skenarizues të ngjarjes. Në qoftë se do të vazhdojmë Pyetja radhë, është pse nuk u bë kjo më bën? Pse nuk u bë kjo Jo, 15 vjet? tani mua jo që Pse duhet pritet nuk e ka vendimi trajtuar i njeri, Strasburgut? nuk e ka trajtuar Pse njeri duhet këtë. detyrohet gjykata e lartë? Nuk e ka trajtuar njeri, po tash mua jo më lind, po prej kohësh më ka lindur. Nëse do shohim momentin e gardës brenda rrethimit, do të shohësh që gati të gjithë gardistët janë me Kalashnikov. Janë me Kalashnikov. Dhe plumbat që janë përdorur me Kalashnikov janë gjithë fishek manovre. Kur vete prokuroria dhe mbledh plumbat unë pyes, çfarë plumba po mbledhin këta se janë Kalashnikov, janë 762. Ato kanë qenë pluma manovre? Manovra gjithë. Dhe nëse kujtohet në ato ditë të mëshme, jo po e vazhdoj. Kemi pas debat për këtë gjë. Jo, pas debat kur dëgjuam Kalashnikovin e tham Vazhdoj më tutje. Pastaj zbuluam që ishin armë tjera. Më tej u pa që armët të cilët kishin bërë qitje direkt në trup nuk është 762, pra nuk është Kalashnikov ishte të mërshëm. Kalashnikovin në atë distancë të merr 3 veta e një. 3 veta ti merr, aq që të mërshëm është Kalashnikov. Dëm kolosal. Më vë-3, më vë-5, që është armë, ajo punon qoftë pistoleta, qoftë automatiku kanë një fishek më të vogël, po më të madh. Dhe ai nuk është aq dëmtues dhe prandaj nga pistoleta bëhen automatik. Prandaj zhduket Kallashnikovi sepse ka efekte shumë kolaterale për Kallashnikovi, ky është më i drejtë për drejtë. Dhe me të drejtë, urdhri jepet shif mos u merrni kot me Kallashnikovi se dihet që janë fishek manovre. Tani pyetja që bëj unë, vërtet janë gjetur 145 gëzhoja. Këto 145 gëzhoja. Dhe për cilave mos harrojmë, 145 gëzhoja dhe kemi 130 plagosur përveç 4 të vrarëve. Pra i bie që këto nuk e di se janë plagosur, nuk e di se janë plagosur se këto prella kanë qenë gjitha pothuajse në shenjë. Në analizë matematike që bëj unë me teorinë e probabilitetit, po shtiren një turm 100 fishek, ti je sigurt ti që 50 i ketë vrarë. Për mua. Jo 5, po 50. Dhe jo të gjithë tanë kokë, se i ketë gjithë në kokë të vrarë edhe në zëmër. Çka do të thotë goditja selektive në këndvështrimin tim dhe nuk e të shtoj fare, selektive. Por edhe në ata 140 gëzhoja që janë gjetur, sa për tyre në manovre dhe janë luftarake? Se dhe ato kanë fshekle manovre. Ne kemi zyrtarisht 130 plagosur. Nuk e dim zyrtarisht, s'ka. 130. Mund të jenë më shumë. Nuk e di sepse isha në emision para 2 ditësh, edhe më lexonte një dikush edhe më thonte janë plagosur 82 gardistë. I them o zotëri, atje nuk ishin as 30 gardistë,
as 30 nuk qenë. Mos Mund t'jenë plagos të ngatrojmë FNSH-n. Po, polic, po. Jo, po është një grup që është FNSH që këta ngarkojnë me gatën. Ata që janë me armë Jo, luftarake ma, se dhe po e kini ju, se e kini. Përveç Ndreja Prendi, që ka, po tash nuk e dim çka kanë do, përveç Ndreja Prendi. Janë plagos, po jo me armë me Armë zjarri. Jo polic, jo, gardistë. është me mjetet forta. Gardistë. Po 82 polic. Mjetet forta nuk e garda, nuk prej garda. Nuk ka 82 gardistë atje. Asnjë. Jo, janë plagosët, po nuk janë 82, se rreth 40 gardistë janë. Atëherë, pyetja që unë bëj që ndoshta mund ta identifikoj. Sa veta e posedonin këtë armë? Domethënë MP5-ën. Ka qenë grupi zjarrit dhe bereta e komandantit gardës. Atëherë e kupton, ka qenë shumë i limituar personat. MP5-a kanë qenë domethënë U2 dhe U3 për shkak të optikës. Tu ka një gjë. Pra, shifeni se shumë interesante kjo. Kanë qenë vetëm 2 persona plus komandanti i gardës që possedonte armatimin pistolet. Këta kanë qenë beretën. Po kemi parasysh është kalibri 9. Kalibri 9. Pasoja. Kështu që ka qenë shumë limituar rrethi personave që kanë përdorur këtë armë. Është absolutisht e kapshme një gjë e tillë. Por ai takimi Berishës, dhe aq më tepër dëmshpërblimi dhe pagesa, dhe aq më tepër pastaj nxjerrja që sapo tha avokati tani e atij doktorit, i cili nga spitali ushtarak, pa kaluar gjysmoreve, deklaroi që është vrasë nga afër etj. Pastaj dolën me radhë dhe gjithë këta dhe thanë që ishin pistolet, pastaj vun lëvizje dhe median. Dhe media filloi të komentonte, ja ku është ai që ka vrarë? Priset, gjitha këto bëjnë skemën, dhe ajo që është pozitive, dhe unë këtë desha të thoja që në momentin e parë, ajo që është shumë pozitive për ngjarjen është, veprat penale janë vrasje në rrethanën serioze të 2 dhe më tepër personave. Pra nuk është përqendruar më tashmë te Alex Nikaj dhe Ziver Veizi, por është edhe ata 2 tjerë, se 2 dhe më tepër persona. Plus, ka shpërdorim e tyres, që shpërdorimin e tyres lidh tani atë që sapo lexoi Vini. Sapo lexoi prokurori tani. Që tha prishje se komandanti i gardës gjithë plan operative bën në bashkëpunim edhe në koordinim me Ministrin e Rendit. Po janë edhe pjesa tjetër që është fshehje provave dhe sapo u tha në orën 1 të natës ke thënë në gjithë bashkëbindimin që kemi bërë në orën 1 të natës është zhdukur provat gjitha, është zhdukur gjithë serverat. Dhe zhdukje serverëve është gjë më e tmerrshme që mund të ndodhë. Patjetër. Megjithatë, duhet shkojmë avokat, se do të shkojmë publicitet se shkuam shumë vonë dhe Martinez ka fol akoma, por ideja është që sot Berisha i bëri dalje edhe mjekëve, i bëri dalje edhe shefave të gardës dhe i bëri dalje dhe drejtuesve të administratorëve të kryeministrisë sa i përket çështjes së serverit. Çfarë do të thotë kjo dhe çfarë do të ndodhi ditën e mërkurë? Menjëherë, pas publicitetit.